Ka gra që para gjykimet I sfidojnë me fjalë, e ka gra që I thyejnë ato me punë. Njëra prej tyre është Laura Salihaj nga fshati Kovrag I Stogut, e cila dashurinë e fëmijërisë për kafshët e ka shndruar në një histori suksesi. Që në moshë të vogël, kujdesej për lopët në familjen e saj. Pas martesës, ju bashkua bashkëshortit në fermë dhe me kalimin e viteve, u bë një nga shtyllat kryesore të punës. Sot, Laura nuk heziton të bëj asnjë punë, nga ngasja e traktorit e deri te përgatitja e ushqimit për bagëtin. Gjithçka e bën me përkushtim dhe pasion. Pari ju përshëndes që keni marrë rrugën e Prishtinë marrë në komunën e Stogut. Jam Laura Salihaj pi Kovragë, jetoj në Stog. Jam fermere e re, që ja kom nisë tash me kultivu, me perime, me bëqësi, me lop, me qëto sene. E përmende prej që në prezantimin që je fermere, edhe në fakt ne si që e mbulojmë më rubrikën e bujqësisë, takojmë fermerë të ndryshëm, po fermere, gra, në rastis shumë më pak të shohim. Më trego fillimisht se çysh ka nisë ky rrugtimi juaj, në pika të shkuta si fermere, edhe po vazhdojmë me kohë. Si fermere, ja kom nisë, mas pare me thonë drejtën e kom pasë 2 lop. Tanë që më pasë të 2 lopë, I kom nalë edhe 2 vjeta femna. Tanë që I kom edhe nimësat, ama I kom 2 lopë e 3 vjeta. Adin kështu pak më të knasia. Mas shumë të kom qef më mirë me to, edhe tjetra është, unë kom cekës disa vene, unë e thmini kom në vogël. Me punu dikun tjetër nuk ja vlen, se thmija më hekshin keq kënena. E për atë arsye, ka shku ideja më merë me fermere, me lop, me kopsht, që më mujtë edhe këne thmin me mësu, me pas, me arrit edhe këne me thmi, po edhe me arrit këtë pjesën kënena që është loj me bosë loj biznisi. Si njëra ndër të paktat gra fermere në fshatin e saj, Laura është përballur me paragjykime, por nuk është ndalur. Me punën dhe këmbgulësinë e saj, ajo ka dëshmuar se suksesi nuk varet nga gjinia, por nga vullneti dhe përkushtimi. Qërë paragjykimet janë. Se që po mundesh me arrit, edhe po merresh me kopsht, edhe po mundesh këtu, që po mundesh me arrit një. Edhe dyta, hajde bra se ke hek bo në grim se po, hajde se s'ki më bas me adin as ma shumë as ma pak. Adin, po unë nuk kom dasht më varë veç pi burrit, unë I kom thonë burrit që na pe bojmë. So në përpara kom punu, kur jam kanë qik në market. Po mu nuk kom mujt mja dalë, tash edhe me pas të mi në shkollë, ose me pagu qerdhen, ose me pagu nuk ja kisha dalë, se në market nuk është një që ka një pak të madhe. Edhe tash nuk kom mujt mja dalë, tash unë me pagu thmina ne, edhe vetë më punua ne. Po ja kom qitë vlerën vetit, ma mirë është me lop, me kopsht, edhe je nga thmive me mësu thmin, falë Zotit thmin I kam mirë me shkollë me kretë, mirë I kam, edhe ne jam mirë, edhe kënina jam mirë. Me duar që nuk njohin lodhje dhe me dashuri të madhe për kafshët, Laura ka ndërtuar jo vetëm një fermë të suksesshme, por edhe një burim të qëndrueshëm të ardhurash për familjen e saj. Unë ka bova ki, kom shrit më zatin 2500, 2700. Nuk thëmë se s'kom pas fitim. Po tash, ti po do të, unë jam pi zerës. E kur jam në pi zero, nashta kur ja rriti edhe unë në atë pikën e dikuj ma shumë, nashta edhe unë e bëj ata. Ama pi zerës që jam, po do unë e kom ble kosën 700 euro, ose 800 euro, kom ble ato të fezin, 800 euro. Ti tash nuk mund është më kanë, për një vjetë e kom ble kosën, tjetër vjetë e kom ble të fezin, tjetër vjetë e kom ble këta që blu në bari, në rremet. Se po në mburë edhe kështu në për këto me traktora edhe tjera se monohëm edhe atë pjesën me bo, ama jo.
E përmendë që përveç lopëve, po tjetër e kalon edhe në sera. Po. Do më thamë përveç specave çka tjetër kultivojnë Laura? Patate, zele, domate, kambostan. A i shet këtu apo i ketë të gjitha për nevoja familjare? Specat i shes komplet. Speca s'kom nevoj më dalë në bazar, s'ko kur me shqitë se ma shumë vinë mi morën këtu në shpe. Sa shkon tegulla? Jo, unë e shes kështu specën e gjallë, jo me tërshi. Specën normal, shtu spec, me killë. Ose vjetë, e kom shqit ka 1,30, 1,40 kilën. Par vjetë o kon ka njerë. E vjetë o kon 1,30. Këtë vit? Këtë vit, nashta e shtojnë ka 10 cent. Ajo thot se rruga drejt suksesit nuk ka qenë e lehtë. Me shumë sakrificë, punë të pandërprerë dhe këmbgulje, arriti të realizoj ëndrrën e saj për të ndërtuar një fermë moderne të lopëve. Sot, Laura është jo vetëm fermere e suksesshme, por dhe nën e 2 fëmijëve. Ajo dëshmon çdo ditë se një grua mund të balancojë me sukses familjen, punën dhe ëndrat e saj. Kam punu, kam pas lëp për para. I kom ndihmu babës shumë në me lëpe me këto. Kom pas adin paka shumë eksperiencë me punën e love. Po edhe kur jam marrë këtu, kam pas burre, vjere këta, kam pas lëp. Edhe kom pas për krajën e burrit e vjerit shumë. Që më kanë ndihmu, edhe sot më ndihmojnë kur më shohin që s'kam adin pak, jem shumë e ngarkume, bim ndihmojnë edhe këta. Po thu që ke pas eksperiencë dhe po du me të pyet, po burri au që dit, kur të pa që po i din krej këto punte të qenë një fermere, qoftë edhe prej qumshtet, ushqimit për to. Adin këta se kam prit fort këtë pjesën se unë kallzova më parë, me kom pas babën, me babën në kom pas lëpe me këto, po tanë shenë kërëm ka vdik baba, i kemi jek lëpë, edhe tash kam mendu se unë ma nuk di kur gjë këtë pjesë. Edhe tash kërë jo marë këto, thesha e di këta, adin, ta të ishen, po i ti s'ke pas bre lalja, kur mujte me di këto, po tanë shenë ndërkohë kanë koptu se kom pas lëpe, e di qka ljopa, e di qka vici, e di tanat. E di me qomsh, me djatë. Ama qka s'kom dit këto, gjizën nuk kom dit me maro. Gjizën e kom so për vjerit. Nuk e kom dit gjizën me maro, edhe tash kur erdha këto, djathën disha, mazën këto disha. E pi thonë vjere, që ta nuk po di me maro. Edhe nuk disha me të drejtën, edhe krejti mje që ka gjizi. Që s'kisha adin, se kishë natë të baba, djathë, mazë, edhe shqitëshim qumshtin. Po gjizin jo. Edhe të në shumë vjerim kam mësu me maro gjizin, se vjerën se kam. Vjerim kam mësu me maro gjizin, edhe të në shumë pi vjerit një mësu dhe që ta gjithë se kom ditë pi vjerit. Laura, si nu sa të pranun edhe si kur vetë fakti ma shumë që i ke ditë këto punte e bujkët ndështa, qysh e kanë pritë që po tu vjerria, janë që ditë dhe ata dhe a kanë thonë nuste me i ditë këto punë? Shma thonë, këta janë konë, kam pas nevoj për një rëbë që i dinë këto sene, se s'kam pas, kum pas burrin, kunatin, adin veç mashku e s'kam pas një femën në shpi. Edhe kërë në armë kam prit dyqysh me ngrotësi se një femën që po ardhë, që i din tana se s'ka pas nevoj me mësu. Për atë arsye dyqysh më kam prit me ngrotësi, përgjësi krejt familja, burrin më kam prit mirë shto, se s'kam pas dikush, adin jam i lateshat, jam e pastruje me këto, jam kam pak dësane se pak ma ndryshe. Historia e Laurës është dëshmi se puna ndershme shpërblehet dhe se guximi për të mos u dorëzuar hap rrugën drejt suksesit. Unë zakonisht me sabat që unë am 5. Nëse du me mjell speca, diqka kështu, besë në 4 quna. Qonë, e pi një kafe, edhe me bismillah ja nisi. Dej në 5 e gjys, hi, që kom i nru specat, i nëroj specat, i vadit, i këto, tash që kua që tashit. Tanë që shkoj të lëpt, i mjeli lëpt, edhe vjen burim një mon ajo që të sanë, unë i mjeli lëpt, unë i bitë qumshtin, se tash për i dërzoj qumshtin, i qes në për të kontat, edhe bëj tash burë shkëm për punë, unë e bëna gati, hypi i kërët, shkoj e dërzoj qumshtin,
edhe vi këtu, tash i kemi qitë qëllë, me qitë ujë, sanë, kam zëjt, inë shej pullat, se kam nevoj diçka kështu me hek në i bara diçka, pej 4-ve dhe 9-10 punoj që të punë të këtuhit. Tash e 50-ve anej, janë si mrena me bë punë, se do bukën, do të senet, fëmija, po, pej 4-ve dhe 10 unë e qona. Ama kur qona në 4, qona me nru speca, me nru shtën. Nëse kam veç lëp të këto, qona në 5. Në 5 qona me burën, e pim ka një kafe dhe ja vazhdojmë punës. A i vazhdojnë anej përnon, unë e vazhdoj këtu këni. Trego pak për karakteristikat e lopëve. Janë çfarë lloj lopësh mbani në fermën e juaj? Raca atyre. Po, simentalk, se kështë simentalk e kemi lëpt. Janë produktive për sa i përket qumshtit? Janë edhe me e mirë, ta shpë flasin këto, po thonë që është shumë e mirë edhe për në Kosovë është puna e thujnë e kamve, puna edhe kjo adim qumshtit edhe vjetat i kanë matë, kur të bëhen për meshit, e ka kilazhën matë mirë, ma shumë bërë me kilazhë. Që shi komunion e tash. Atëre, tu e marrë parasysh që merresh edhe me mjeljen e tyre ka pas, ndoshta një vit më të suksesshëm për sa i përket litrave për qumë që ke mujt me nxjerr përderisa thotë që edhe dorëzon qumshtin? Qumshtin ja kom nisë që 5 muj, 5-6 të me dorëzu. Ama muj më thonë, për me gjithë mazë o djath, po kom pas. Kom pas vit, që kam tash të shkon. Tash për momentin i kam 2 si afer për me pjell, adin. Tash njona pjell me na javë, tjetër pjell në 3-4 muj. E tash adin shkon qumshti pak ma pak. Nëse janë ka vit se i kam këto tjerat ma vën me pjell, kam qumsht pak ma shumë. Mla specifik shumë që vetëm 4 lopë numëron, apo? Po. Po pse ka ky numër i vogël? Ka qenë ndoshta vetë ideja që ta fillosh fillimet e tua të kesh, sepse zakonisht shohim që fermerët të tjerë bajnë me 10 lopë ose edhe 100, varësisht mandej, po ju keni vendos kaq pak lopë me pas. Po një herë se i kam pas një herë 2. Okej. Pisha të në 2 im t'i bë edhe 2 tjera. E këtë është problemi se i kam pas 2, du mi bë 2, tash mi shtu 2 ka 2, tash ka bova ljopa, ma ka bo moshkull, datë moshkullin s'ko mujt me nallu, dash me shit për me lanat pjesën. Se e kem shit, kom pas mëzort, i kom shit, kom ble mjetës, unë s'kom pas tash, na këtë nuk pi ki, po do të me shit një veç, me ble një kos, ose një grabuj, ose neve s'ko mujt me shtu prej her lept, so dash mi pas edhe mjetët. Përveç shpenzimeve që po cek që ka, për shembull vlerja e shpenzimeve, vlerja e mjeteve bujqësore e të tjera, po atëherë ku e sheh fitimin e saj, si fermere që ndoshta me fund të fundit thuaj me këto financa mund të jetoj me familjen time të krijoj kushte të nevojshme fëmijëve. Qore, unë tash të dikush me lëp jam multimilioner, nuk mundesh më ka multimilioner me lëp. Sa kife tim ki edhe harxhem. Nëse ti menon se valla me lëp, unë kam maru këto veç me lëp, nuk ka shans, nuk ka shans. Unë për vete nuk po moj me ashtu mja dalë, po nuk jam humbje. Fitimin e kam, se e kam shes mzatin, po e kam edhe qumshtin, e shes qumshtin, ose e shes mazën, ose gjizin, e këtu e kam edhe tjera fitimin, nuk tham se s'jam, unë fitime kam, ama për multimilionere nuk jam. Se që shë flasën, që shpini do intervisa, unë jam, kom bojmë milioner, jam bo pilove, jo, nuk mund është mu kom milioner. Nëse ti do me folë realiteti është kjo. E për të gjitha ata që hezitojnë të ndjekin ëndrat e tyre, Laura ka një mesazh. Unë i kësha lutë gjithve, mos e braktis në Kosovën, se nuk kem nevoj me braktis, se kem punë edhe që të balë. Qaj punëtor, që është punëtor, që punën qëtu, ka, që thoni fjallë që punën, e ka fitimin qëtu, edhe atje dijes që ka. Po qaj demeli që është qëtu, edhe qaj ka më konë demeli edhe qëtje, që s'ka më mujtë me asë qëtje me arrit. Për fermer, për lëp,
kisha thonë që i ki mundësit me punu, po në, sa rrin, këshyr, kush me ta jep një dinar, ose që thoni një specë, një diçka, ma mire ki kopshtin tënë i bën tuat. Unë për veti, kisha thonë, 1 are, 2 are, sa ti kish, po në e vlla, e ki tokës tane, që ta e din çka punon, i din çka merr. Ki bio, i ki tanat. Ky është rrëfimi një gruaje që nuk pranoi të kufizohej nga stereotipet, me punë për kushtim dhe besim në vetvete. Laura Salia i ka dëshmuar se nuk ka profesion që nuk mund ta ushtrojë një grua, duke u bërë frymëzim për shumë të tjera që duan të ndjekin rrugën e tyre.